Fatkeqësisht nuk është as rasti më i vështirë. Sepse ndryshe nga sa ka ndodhur, për shembull me kryetarin e Bashkisë Tiranës, prezumimi i pavajsisë të cilit nuk ka ekzistuar as përpara se sa i të merrej për herë të parë në pyetje. Dhe gjyqi mediatik ndaj cilit ishte një tjetër masakër, gurësh dhe pështymash. Me libër shpije, e denjë përmes jetën, jo për një shoqëri europiane. Në këtë rast, thash fatmirësisht sepse vjen të ne. Na jep ne kushtetuta të drejtën të gjykojmë mbi dëshirën, nevojën, argumentet e prokurorit për të kërkuar një arrest pa gjyq. Se kjo është ajo që duhet ta kuptojnë të gjithë shqiptarët për të kuptuar pozicionin ton, pozicionin tim. Arrest pa gjyq. Asgjë më shumë, asgjë më pak. Dhe kështu na e jep kushtetuta mundësinë që as të mos e humbim nga syt, as të mos kemi fuqi ta ndihmojmë viktimën më të madhe e gjermësot të reformës së drejtësi. E dini kush është viktima më e madhe e gjermësot të reformës së drejtësi? Parimi i prezumimit të pavajsisë. Që ne të ngrem dorën për të votuar kërkesën e arrestit për Belinda Ballukun, me kartonin që na e kanë dhënë socialistët dhe mbështetësit tanë, përfshirë dhe ata të kryeqytetit socialistëve në Fier, na duhet të kemi të paktën njërën nga arsyet që kemi pasur kur e kemi bërë këtë më parë. Nuk po them të kemi sken krimi, të kemi kushte flagrance, apo të kemi qoftë një provë bindse për tentativë, arratisje apo prishje të provave, të cilat janë normalisht arsye sine qua non për paraburgimin, sepse sjellin një lëndim relativ të detyruar të parimit të prezumimit të pavajsisë. Por po them të paktën njërën nga arsyet që kemi pasur kur e kemi bërë këtë më parë. Dhe në kujtesën time, qysh për reformës drejtësi, ne kemi votuar për 2 arreste. Njëri për shkeljet përsëritur të vendimit të gjykatës, pra një votim automatik, pa nevojë për ndonjë diskutim. Tjetri për plot zeza, korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie, gjëra që na krijuan bindjen që kërkesa e prokurorit ishte e përligjur. Në këtë rast s'kemi asgjë nga këto. Ndërkohë, unë kam dhe i problem tjetër. Materiali shumë voluminos që e shoqëron kërkesën, siç u tha dhe nga prokurori, 16.000 faqe, është në fakt tregues i dobësisë së madhe që ka kërkesa. Sepse ato 16.000 faqe janë një kolpo e bukur propagandistike për t'ju quar fjalë gjithë shqiptarëve të etur për drejtësi që janë 16.000 faqe me vjedhje. Në fakt, ato janë studime, janë projektime, janë prokurime, janë vendime, janë urdhresa, janë arkiva e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Drejtësisë gjatë periudhës drejtimit Belinda Ballukut, e marrë me kamion dhe e çuar për të futur në dosje, një dosje që nëse përbën provë për diçka, është prova më e fortë e punës së madhe serioze të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Të tjerat janë dokra. Unë nuk jam në një si procedurave të kuvendit, por personalisht ja kam thënë dhe shokëve të Këshillit Mandate, po t'isha një nga ata, unë do i ktheja mbrapsht.
ato 16.000 faqet, si një qasje jo serioze. Për mua ofenduse, po unë base ofendohem letë. E përfaqësuesit pushtetit të pavarur gjyqësor ndaj përfaqësisë së pushtetit të pavarur legjislativ. Dhe pikërisht si iluzion optik. I mbani mend kur keni qenë fëmijë ato pasqyrat e thyera që kapin diellin dhe ja përplasin syve dikujt, një gjë e vogël dhe duket sikur të vinte gjithë dielli përballë, ashtu janë ato 16.000 faqet. Ulsi Manja më ka shpjeguar një herë fenomenin e volumeve të mëdha të kërkesave të prokurorëve me fjalët e ndjespas Stavri Çeços, profesor i nderuar i Fakultetit Drejtësisë, i cili thoshte: kur s'ka prova bindëse shkruhet gjatë se flet prokurori. Kur ka prova bindëse shkruhet shkurt se flasin provat. Por më e rënda sipas meje, në orvajtjen e prokurorit pranë kuvendit, është diçka tjetër. Paraqitja e një incizimi, të një bisede mes një të pandehure me një bashkëbiseduese. Ku e pandehura, shpjegoj, sipas prokurorit, na qenë kesh kërcënuar. Dhe ku sipas shokëve të shirë mandateve, në atë procesu verbal, nuk përmendë asgjë kundi në atë bisedë Belinda, ministrja, titularja, apo ndonjë gjë që duket si një kërcënim real. Tani, besojeni ose jo, unë vetë as nuk e kam dëgjuar, as nuk kam ndërmend ta dëgjoj këtë kërcënim të incizuar për të lexoj proces verbalin. I kam të merr këto forma, po drejtësia ka detyrën e vet t'i përdori, që e pas ka shtyr prokurorin të marrë gjithë ato të përpjet dhe të vitë kërkoj nga Parlamenti i Shqipërisë arrestimin e një deputete e cila, një kujtesë e vogël tu, është prindi vetëm i një vajze minorene, nuk po marr fare as për bazë faktin që këtë kërcënimin prokurori e kishte, apo jo, e kishte, edhe përpara se sa ta pezullonte ministren. Ndërkohë që e nxori vetëm kur ra masa e pezullimit, duke përdorur si rrethanë rënduese për të kërkuar me çdo kusht arrestin në një turavrap i cili më shumë se sa një hap logjik i një procedure ku shfaqet një e dhënë re, ngjan me një reagim emocional. Ndaj rrëzimit masës pezullimit nga gjykata kushtetuese. Po nejse. Unë nuk po them fare as që një thënie e një të pandehuri në të njëjtin procedim nuk ka vlerën e dëshmisë. Dhe thëniet e tij merren me rezervë, pasi nuk mund të konsiderohen si provë, në kuptimin që ka prova në kodin penal. Dhe këtë e thot kodi, nuk e them unë, por nuk e quaj. Unë po e zë tani se e pandehura i thot bashkëbisedueses në telefon. Belinda Balluku personalisht më ka lidhur pas karrikës. Më ka vënë në fyt një thik që kishte edhe disa pika gjaku të tharë. Dhe më ka thënë do të të vras. Po nuk the kështu, apo po nuk bëra ashtu. Unë po e marrë që
prokurorët kanë sjell këtë. Tani, a ka njeri të ma tregoj mua si mund të vihet në kuvendin e Shqipërisë me kaq, me një muhabet të tillë telefoni, pa bërë asnjë ballafaqim, pa bërë asnjë kryqëzim dëshmish, pa bërë asnjë verifikim kur ndodhi kjo thangmë, sa do në mënyrë të tmerrshme të përshkruhet ajo në një bisedë telefonike mes dy grash, ose burrash, se burrat janë më të këqij se gratë kur flasin në telefon. Aq më tepër një i pandehur me një tjetër. Si u merr ka mbrapa hekurave kaq kollaj? Njeri, se folën dy veta në telefon. Dhe kjo është një provë e re që s'është as e re. Dhe kur mendoj që vihet me këtë kollajllëk në kuvendin e Shqipërisë për të kërkuar kokën e një të zgjedhuri, mbasi është bërë gjithçka për t'ia futur 7 pash, jo në ndhe, po në lum. Po një njeri i thjesht, një njeri i pambrojtur, një njeri që i ngjet çarra ngosht me kushërinë e një prokurori, për shembull. E parafitoni ju si mund ta haj fletën e arrestit, surratit, me një logjikë rrafsh, si kjo? Dhe në fakt, kur shef këtë, aty e kupton konkretisht se si e hanë shumë njerëz në Shqipëri dhe se si për faqen e zezë të autorëve të kësisoj përplasje shturive të fletëve të arrestit, Shqipëria është bërë delja e zezë e Këshillit të Evropës. Më shumë të burgosur pa gjyq, të cilët hanë e pinë me paratë e taksapaguzve, ndërkohë që mund t'jenë atje komplet të pafajshëm, jetojnë pra në kurrizë të tjerëve, ndërkohë që mund t'ishin jashtë dhe të bënin punë dhe të mbanin veten e familjen, se sa të burgosur me gjyq. 58% janë kështu. Hajde ta fusim një herë, se na ka dalë një incizim, se na ka ardhur një muhabet, se kemi parë ca mesazhe. Ku jemi këtu na? Po çfarë është një njeri i zgjedhur nga populli, apo një drejtues publik? Kokë për t'u marrë si trofe në pjatën e pazarit dhe për t'u shëtitur pazar në emër të drejtësisë dhe të luftës kundër korrupsionit, pasi është sakatuar dhe zhgarravitur paraprakisht. Grupi strukturuar kriminal, i tha gjykatësia prokurorit për Ilir Beqen, arbitri. Pra, lojtari përballë pretendon që ishte gol. Arbitri thot, nuk ishte një gol, ishin 2 gola. Dhe vari, gjykata e apelit, thot ishin 3 gola. Çfarë drejtësi është kjo? Çfarë gjykatës është janë ta? Ra, grupi strukturuar, nuk është ekzistent. Atëre, po Ilir Beqe? S'kam folur ndonjëherë për të, duke respektuar vijën e kuqe, po tani që ka një vendim, mbasi u ngrit dhe ul si organizatori një grupi strukturuar në të 700 tenxheret politike dhe mediatike, s'pas ka pas grup strukturuar. Në gjithë botën normale, prokurori kërkon, gjykatësi frenon. Këtu prokurori kërkon, gjykatësi vrapon.
Po në emrin ton, jo. Me votën ton, jo. Herë tjetër, kur të vinë në kuvend për të kërkuar jo imunitetin, se dhe ky është një keq kuptim i madh. Nuk ka imunitet në Shqipëri ndaj hetimit. Nuk ka imunitet në Shqipëri ndaj përgjimit. Nuk ka imunitet në Shqipëri ndaj procesit penal për askënd nga ne që jemi këtu. Nuk ekziston imuniteti në Shqipëri siç e kanë në Gjermani, siç e kanë në Itali, siç e kanë në Francë, siç e kanë në thuajse të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Që nuk mundet dot të guxosh ta zësh me gojë emrin e një deputeti, jo më të fillosh hetim, pa shkuar një në parlament, e të thuash, a më lejoni mua të merrem me këtë? Në Shqipërinë nuk e kemi. E kemi hequr me konsensus, mos gabohen, në 2012. Ne kemi vetëm kufizimin ose jo të lirisë. Pra, një person hetohet në gjendje të lirë, apo një person çohet në burg me votën tonë. Dhe ne të ngrem dorën për të çuar në burg një deputet me këto argumente? Po çfarë jemi? Bashkautor në krijimin e popullit të paraburgosurve në Shqipëri. Dhe kur të vinë për të kërkuar heqjen e lirisë, herë tjetër prokurorët duhet vinë të armatosur me prova dhe të përgatitur si erdhën në dy rastet e mëparshme. Për një rast kishin një provë që s'kishte çfarë thoshe fare, sepse deputeti nuk zbatonte vendimin e gjykatës në mënyrë përsëritur, për një rast tjetër kishin një mal me argumenta. Po t'i vish kuvendit me një proces verbal në një incizimi qesharak, një grua me 2 gra, për të legitimuar kërkesë ekstreme, arrest, pa gjyq. Duke na vënë në pozitë absurde ne, shumicën socialiste, që i kemi dhënë shpirtin betejës për reformën e drejtësisë, po i kemi vënë dispozicion dhe lëkurën drejtësisë pavarur. Bëni që keni për të bërë. U është parë kjo forcë politike në historinë e Europës? Të Europës? Hapini gazetat, lexoni çfarë thot motra ime atje për gjykatës e për prokurorët. Është vend i bëhes. Ama digniteti i parlamentit nuk ka dalë në pazarin e gjës gjallë, nuk është me dorën tonë. Pastaj, se bëjnë 700 tenxheret për ne, ne se frenojmë dot se s'kemi çaj bëjmë. Jemi vend i lirë, dekriminalizuam edhe shpifjen për tenxheret. Apo jo? Toni Gogu me Melinda Dhukën. Tani,